Një hoxh me shpirt luftëtari. Një besimtar me idealin e lirisë. Një hero që shkroi historinë me flijimin e tij. Ky është rrëfimi i hoxh Jonuz Zejnullahut, trim i pamposhtur të shmori kombit, i cili nuk u ndal as para vdekjes për të çuar përpara idealin e shenjtë të lirisë. Para se të vazhdojmë, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton në YouTube për më shumë histori të tilla për figura heroike të kombit ton. Hoxh Jonuz Zejnullahu u lind me 12 maj të vitit 1975 në fshatin Skifteraj të Vitis, që në rini u dallua për zgjuarsinë, për kushtimin dhe guximin e tij. Rruga e tij filloi në medresen Alaudin të Prishtinës, ku edukua me mësimet e fesë islame dhe u frymëzua nga filozofia patriotike e Mullaj Drez Gjilanit, që thoshte se s'ka fe pa dhe. Jonuz Zejnullahu, që kur ishte nxënës në medrese, shërbeu si imam gjatë muajit të Ramazanit në vuthaj të Malit të Zi. Me synimin për të ndjekur dijen, ai punoi si imam në fshatrat Drobesh, Kravariq, Gadish dhe në vendlindjen e tij. Me mundin dhe kursimet e veta, arriti të regjistrohet në Fakultetin e Drejtësisë Islame në Damask të Sirisë. Por historia kishte plane të tjera për të. Hoxh Jonuzi nuk ishte thjesht një predikues. Në ligjeratat e tij, ai nuk fliste vetëm për fen, por edhe për domosdoshmërinë e luftës për liri. Ai e kuptoi se Kosova nuk mund të çlirohej pa sakrifica dhe pa veprim konkret. Për këtë arsye, ai u bashkua protestave dhe revoltave popullore kundër regjimit serb. Ky angazhim nuk mbeti pa pasoja. Ai u arrestua 6 herë nga policia serbe dhe u mor në pyetje disa herë të tjera. Por asnjë torturë nuk e theu shpirtin e tij. Kur shpërtheu lufta e Kosovës, ai braktisi studimet dhe ju përkushtua rezistencës. Fillimisht ndihmoi ushtrinë çlirimtare të Kosovës duke mbledhur ndihma për luftëtarët. Por kur NATO filloi bombardimet kundër Serbisë, ai nuk mund të qëndronte më pasiv. Ai mori armët dhe u bashkua me brigadën 138 Agim Ramadani. Pasi kaloi në Shqipëri për t'u trajnuar, hoxh Jonuzi u kthye në front, në Koshare. Një nga betejat më të ashpra të luftës. Ai ishte në vijën e parë të luftimit, atje ku ndaheshin heronjt nga të tjerët. Në vendin e quajtur Rasa e Zogut, beteja ishte e pamëshirshme. Forcat serbe ishin të fortifikuara në disa bunker, duke penguar avancimin e UÇK-s. Çdo përpjekje për t'i marrë ato pozicione kishte dështuar. Atëherë, hoxh Jonuzi mori një vendim që vetëm burrat e mëdhenj mund ta marrin. Vendosi të sakrifikojë jetën e tij për t'i thyer linjat serbe. I armatosur me bomba, ai vrapoi drejt bunkerëve. Me trimëri të pashoqe, sulmoi njërin pas tjetrit, duke hedhur në erë një vendstrehim të rëndësishëm armik. Nuk la asnjë ushtar serb të mbijetonte. Në shpërthimin e bunkerit të pakapshëm, më parë ai la të vdekur 5 snajperist. Por shpërthimet e fuqishme e plagosen në rënd. Pavarësisht kësaj, ai u tërhoq nga shokët e tij, por nuk i mbijetoi rrugës drejt spitalit në Bajramcur. Ai ra dëshmor me 5 maj 1999, pa i mbushur 24 vjet. Raportimet e luftës e përjetësuan heroizmin e tij.
Gazetari Milaim Zeka nga Rasa e Zogut raportoi mbi aktin e tij të madh duke krahasuar me sakrificat epike të Mitsokolit dhe Osokukës. Ishte i vështirë momenti që të mbaje lotet, kur ushtarët të rima të ushtrisë çlirimtare të Kosovës po informoshin nga komandanti i këtij grupi operativ, Rustem Berisha, i cili ushtarëve ju drejtu me këto fjalë: të nderuar ushtar, nuk është vetëm një rast në historinë tonë kombëtare që një Mitsokol është hudhur përpara grykës së topit. As Osokuka nuk ka ngelur i vetëm. Mbrëm, ushtari ynë heroik, Jonus Zejnullahun nga Vitia, u fut në bunkerin serb të forcave snajperiste, aktivizoi 2 bomba me qeras të vrau 5 snajperist dhe u vetë flijua. Kjo rënje heroike e ushtarit ton dëshmon më së miri se nuk ka forcë në botë që do ta ndalë marshimin ton drejt lirisë. Fillimisht, Hoxh Jonuzi u varos në qytetin e Bajramcurit në Shqipëri, teksa pas lufte, ai u rivaros me nderime të mëdha në varezat e dëshmorëve në Viti. Por kontributin e tij të madh mori titullin dëshmor i kombit dhe u dekorua me shumë mirënjohje e çmime. Në nder të tij, shkolla teknike e Vitis dhe një rrugë e qytetit mbajnë emrin Hoxh Jonuz Zejnullahu. Marrëgjimtarët nga skifteraj ngritën një përmendore për të dhe dëshmorët e tjerë. Hoxh Jonuzi la pas një grua dhe 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Djali i tij që ende nuk ishte lindur kur ai ra dëshmor, u quajt Jonuz në kujtim të babait të tij heroik. Historia e Hoxh Jonuz Zejnullahut është një testament i qartë se besimi dhe dashuria nuk përjashtojnë njëra tjetrën, por bashkohen në kauzën më të shenjtë, atë të lirisë. Ai mbeti një frymëzim për brezat e ardhshëm, një dëshmi se Kosova u bë e lirë fal burrave që dhanë gjithçka pa kërkuar asgjë në këmbim. Akti sublim tek zona kufitare Rasa e Zogut rikthen historinë e Osokukës me bashkëluftëtar në kullën e Vraninës në vitin 1861 dhe historinë e Mitsokolit në luftën e Slivovës të vitit 1881. Lavdi e përjetshme dëshmorit të kombit Hoxh Jonuz Zejnullahu. Po ju çfarë mendoni për sakrificën e Hoxh Jonuz Zejnullahut? A njihni histori të tjera të ngjashme nga lufta për liri? Shkruani mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të ndani këtë histori të jashtëzakonshme me të tjerët.